Horoskopi ditor e mërkur 19 mars 2025. Dashi. Ditë shumë e favorshme ka për të qenë kjo e sotmja për ju. Nuk do I lini asnjë gjë rastësisë dhe do t'i bëni planet me shumë kujdes dhe maturi. Për ju të dashuruarit do të ketë vetëm momente fantastike, kjo e sotmja për ju. Do të ndiheni mirë në çdo moment dhe mund të flisni me partnerin edhe për të ardhmen. Ju beqarë do t'jeni mjaft të reqës dhe do të merrni propozime të njëpasnjëshme. Duhet të tregoheni të matur dhe jo të hithni hapa të nxituar. Në punë do të dini përherë si të silleni dhe do t'i nderoni ata që ju kanë punësuar. Ata do të ndihen krenar që ju kanë në stafin e tyre. Buxhetin do të arrini ta mbani të qëndrueshëm në çdo moment. Demi. Gjatë kësaj dite do të dini përherë si të veproni dhe nuk keni për të bërë as pa gabime. Do të vendosni mbi të gjitha arsyen për ju të dashuruarit në këto momente të qeta dhe pa probleme. Do të ndiheni mirë në çdo moment. Ju beqarët nuk do të jeni ende gati për të bërë ndryshime të statusit dhe do të refuzoni disa mundësi të shkëlqyera. Në punë, gjërat nuk do t'ju ecin si duhet, por do të keni durimin e duhur për të mos ndërmarr hapa të nxituar. Nëse nuk nxitoni, gjithçka do të mund të zgjidhet sa hapë mbyll syt. Me shpenzime do të jeni të palogjikshëm. Bëni kujdes sepse po filluan problemet serioze, nuk do të gjeni dot një zgjidhje të shpejtë. Binjakët, nuk do të jeni as pak oportunist gjatë kësaj dite, përkundrazi do të jeni me këmbë në tokë dhe do të kërkoni aq sa meritoni. Ju të dashuruarit pas disa ditësh delikate dhe të mbushura me debate do rigjeni gjuhën e përbashkët me partnerin dhe do t'i zgjidhni të gjitha problemet. Ju beqarët do të keni një ditë të zakonshme, nuk do të mungojnë flirtimet. Por asgjë më tepër se kaq nuk do të ndodh. Në punë mos u nxitoni për asgjë, por as mos refuzoni të mendoni për një post të ri që do t'ju prezantohet apo propozohet. Asnjëherë nuk I dihet çfarë mund të ndodh nesër. Me shpenzime duhet të tregoheni më të arsyeshëm nëse doni që gjendja të mbetet e mirë. Gaforia. Do t'jeni shumë të matur gjatë kësaj dite dhe do t'i dëgjoni me kujdes këshillat që do t'ju japin të afërmit. Qetësia do t'ju karakterizojë gjatë gjithë kohës. Për ju që keni një lidhje, ka për të qenë një ditë spektakolare. Do të përjetoni emocione dhe kënaqësi të forta pasi partneri do t'ju mbajë në pëllëm të dorës. Mund t'ju vini kapak një herë mirë dhe problemeve të vjetra. Ju beqarët do të jeni ende në periudhë reflektimi dhe nuk do të ndiheni ende gati për të hedhur hapa të rinj. Në punë do të jeni shumë më të arsyeshëm nga më parë dhe nuk do t'ju dalin probleme. Reflektimi do të mbizotrojë për herë dhe të gjithë do t'ju vlerësojnë. Financat do të dini si t'i menaxhoni dhe situata do të vazhdojë të mbetet e mirë gjatë gjithë kohës. Luani. Çdo gjë do të ndodhë shumë shpejt në jetën tuaj dhe duhet të tregoheni sa më gjatë ftohtë. Nëse keni një marrëdhënie, marrëdhënia juaj do të influencohet shumë pozitivisht nga yjet. Në çdo moment do të ndiheni mirë pranë partnerit dhe do të merreni vesh me të për gjithçka. Planifikoni për një udhëtim. Nëse jeni beqar, do të keni një ditë të paqëndrueshme dhe nuk do të arrini dot të fiksoheni pas dikujt. Në punë do të keni mundësi të jashtëzakonshme për të arritur majat. Aftësitë tuaja do të jenë të jashtëzakonshme dhe kureshtja do të ju bëjë të provoni gjëra të mëdha. Mund të lodheni pak, por do t'ja dilni. Në planin financiar nuk do të keni probleme serioze, kështu që nuk duhet të shqetësoheni as pak. Virgjëresha, ka rrezik të tregoheni mediokër gjatë kësaj dite dhe dashakeq. Nuk do të mendoni për të tjerët, pa e ditur se nesër e keqja që do të bëni mund t'ju kthehet pas. Për ju të dashuruarit do të jetë një ditë goxha e trazuar dhe e mërzitshme. Do të keni debate edhe për gjërat më elementare me atë që në fakt e dashuroni. As ju beqarët nuk do të jeni me fat në dashuri dhe nuk do të arrini dot të filloni një lidhje të qëndrueshme. Në punë nuk do të jeni shumë të hapur dhe shefat nuk do t'ju japin promocione. Po vazhduat I mbani det vetëm për vete, do të dilni të humbur. Buxheti do të mbetet I mirë nëse shpenzoni gjatë gjithë kohës dhe me kursime maturi. Duhet menduar gjithmonë për të ardhmen, edhe pse ju keni shumë dëshirë të blini online. Peshorja. Mundohuni të qëndroni larg personave negativ gjatë kësaj dite dhe të keni
më shumë besim tek të afërmit. Për ju të dashuruari do të ketë momente paksa të trazuara. Në disa momente mund të ketë edhe debate të forta për disa çështje të së shkuarës së largët. Nëse jeni beqar, do të keni plot takime të papritura, por ata nuk preferojnë të përfitojnë. Në punë do të ndiheni mirë me detyrën e dhënë dhe do të bëni përpjekjet tuaja për të arritur sa më lart. Mos u sferconi dhe bëjeni çdo gjë me plan. Në planin financiar do t'ju dalin goxha vështirësi, shpenzime pa mend dhe pa pjekuri. Nëse shpenzoni, kështu situatën do ta keni problematike, prandaj shpenzoni sa më pak të mundeni që situata të fillojë të stabilizohet shpejt. Akrepi. Humori juaj do të jetë përgjithsisht i mirë sot dhe do t'i shihni gjërat me pozitivitet nga më parë. Probleme serioze nuk keni për të patur asnjë çast. Për ju të dashuruari, dialogu do të mbizotrojë gjatë gjithë kohës dhe do të merrni vesh për çdo gjë me atë që keni në krah. Ju beqarët do të jeni akoma më të privilegjuar, mund të takoni princin tuaj të kaltër dhe jeta do t'ju ndryshojë një herë për gjithmonë. Në punë nuk do të lodheni shumë dhe keni për të arritur çdo gjë që dëshironi. Nuk do t'ju interesoj shumë se çfarë mund të thonë kolegët ziliqar. Në planin financiar fati do t'ju buzëqesh dhe gjendja do të përmirësohet mjaft. Përfitoni për të kryer investimet e menduara. Shigjetari. Bëni kujdes me shëndetin. Për shkak të përballjes së madhe të diellit me hënën sot, gjërat nuk do t'ju ecin shumë mirë. Për ju të dashuruarit, klima ujore nuk do t'jetë as pak e favorshme për një jetë të qetë. Her pas here do të keni kontradikta të forta me personin që keni në krah. Ju beqarët nuk duhet të mërziteni që nuk po e gjeni dot princin tuaj të kaltër sepse gjithçka ndodh për një arsye. Pas disa ditësh shumë gjëra do të ndryshojnë për ju. Në punë do t'ju duhet të bëni disa zgjidhje dhe do të keni frikë mos gaboni. Mirë është të mos nxitoheni sepse prej hapave të sotëm do të varet edhe ardhmja juaj. Me shpenzime tregoni të arsyeshëm sepse situata mund të dalë çdo moment jashtë kontrollit. Bricjapi. Saturni do t'ju nxjisë të tregojeni shumë të duruar gjatë kësaj dite dhe do të reflektoni gjatë përpara se të veproni. Për ju të dashuruari do të jetë një ditë e qëndrueshme kjo e sotmja. Do të dini si të silleni me partnerin dhe si ta mbani atë pranë gjatë gjithë kohës. Ju beqarë do të mendoni për të shkuarën dhe do të bini në melankoli. Për këtë arsye do t'i refuzoni edhe ftesat që do të keni. Në punë do t'ju duhet të kërkoni dhe të nxitoni pak më shumë dhe mund të ndiheni nën presion. Sido që të jetë, ju mund të kaloni sfidat pa problem. Ambicia nuk do t'ju mungoj asnjë moment dhe besimin nuk do e humbisni asnjëherë. Mund të propozohet edhe një post më i mirë. Financa do të dobësojnë ndjeshëm për shkak të taksave, faturave dhe borxheve që do të shlyeni. Ujori. Gjatë kësaj dite nuk është se do të keni marrëveshje me njerëz të ndryshëm dhe probleme, por gjendja juaj emocionale do të lërë për të dëshiruar. Për ju të dashuruari do të jetë një ditë rutinë, nuk ka për të ndodhur asgjë jashtëzakonshme mes jush dhe partnerit tuaj. Ju beqarët nga ana tjetër do të jeni më shprehës dhe kagjasa të bëni për vete disa persona. Për ju mund të ndryshojnë shumë gjëra. Në punë, prezenca e Saturnit mund të sjellë disa turbullira. Do të ndjeni shpesh të pafuqishëm për të tejkaluar pengesat që do t'ju dalin dhe do të dorëzoheni lehtësisht. Situata financiare ka mundësi të përmirësohet ndjeshëm fal për kujdesit të treguar së fundmi, por edhe përfitimeve nga një punë e kryer me sukses. Peshqit. Jeta juaj do të ketë përmirësime të jashtëzakonshme gjatë kësaj dite dhe buzëqeshja do t'ju rikthehet si më parë. Do të jeni me këmbë në tokë dhe do të dini si të merrni masat e nevojshme. Ju të dashuruari do të jeni më realist dhe nuk do ta ngrini në qiell partnerin tuaj, edhe ai është qenie njerëzore dhe ka të metat e tij. Më e rëndësishme është që të dy të merreni vesh mirë me njëri tjetrin. Ju beqarët do të jeni me shumë fat dhe do të takoni më shpejt nga sa e mendonit shpirtin tuaj binjak. Në punë do të mund të finalizoni projektin e nisur së fundmi dhe do të ndiheni shumë krenar me punën tuaj. Nuk do të ndiheni më nën presion. Buxheti do të mbetet gjatë gjithkohës i mirë, prandaj nuk do të keni për çfarë të shqetësoheni.